Shqipëria për herë të parë do të ketë një institut kombëtar të tumoreve. Një institut kombëtar të tumoreve sipas modeleve europiane, kemi marrë si shembull modelin e Institutit Kombëtar të Tumoreve të Milanos. Ky institut do ketë 3 fusha veprimi. Fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore, e para e këtij lloji në Shqipëri. Kjo fushë e fundi kërkimore shkencore sjell dyrisi në vetvete. Brenda kësaj fushe do të ngrihet njësia e studimeve klinike, ajo që quhet gjithmonë Clinical Trials Unit në çdo vend të botës, dhe kjo ka një rëndësi të veçantë, sepse mundson që pacientët shqiptar të bëhen pjesë e studimeve klinike ndërkombëtare. Pra, akses në barna inovatore, në studime inovatore. Sjell një rëndësi të dytë, pjesa kërkimore shkencore, sepse duke qenë se instituti do të jetë pjesë e rrjetit europian, organizatës europiane të qendrave shkencore onkologjike, do të kemi mundësi që të përfitojmë fonde europiane për inovacion, si në barna, po ashtu edhe në teknologji.